Byrekun e nxorra nga furra, është shumë i mirë. Pak kuqërem dhe pak krokante duhet jetë. Të dashur ndjekës, është një byrek special. Kam marrë 1 kg 100 gram kungull, e kam gri me rende, e kam lënë të kulloj pak, kam lënë brumin, kam zonë 350 gram miell. Ja, ku e kam bë, hazër. Kam në faqet e mia se si punohet brumi. Një brum i zakonshëm, ishte një vezë dyshe dhe po e hudhe edhe një, se kishe qenë dyshe mrena, se pash. Po. Ta shti edhe një gotë të vogël, 150 gram sheqer. Ajo varet dhe nga dëshira, mund t'i hedhësh dhe më shumë, mund t'i hudhësh dhe më pak, ose mund t'a lesh vetëm me kryp, edhe pak kryp, ja. Gjithmonë, kungulli do dhe sheqer dhe kryp, ne të Tiranës shu i bëjmë dhe gatimin me kungull, edhe byrekun. Mrena te këto, do hedh edhe një nga këto, për t'u ftillu mirë kungulli, se gjithmonë kungulli përmban ujë në vetvete dhe del harxha si qulla pike, detyrojmë i hedhim një plur nga këto baking soda, edhe pak kanellë. Ja. I heq aromën e kungullit, më pëlqen pak aroma, pak 2-3 të përzime, edhe pak ynyrë, 50 gram lyn, edhe tjetrën e kam hudh me vaj, ja, do 2 lugë gjelle, po thuj se me ynyrë, i përzim mirë gjitha, edhe një gotë, atë që musha me sheqer, do t'a bim me qumësh. Mund t'a bosh dhe me peta të gatshme. Në këtë mas do hudh edhe një lugë me një seshte. Ja, një seshte nga jo që do të holl petët. Një lugë çaj. E mpiks pak. E përzim 2-3 minuta. Të tërheqet sheqeri. E tash do merremi me përzierjen e kungullit. Ja, kungulli gjithmonë do shtrydh. Sa do që e le kështu, ajo duhet shtrydh pak me dorë, se t'je tërson shijen. Po e le me langun e kungullit. Ashtu i përzim gjithë përballësi. E le me i qoshe dhe merremi me gatimin e petëve. Kaq ishte, mbushja. Do t'a bëjmë nga 3 kuleç, që e mulojmë gjithmonë brumi, se është verë dhe zëkore, sipër. Ja, sa ploma dorës, jo më shumë. Me ynyrë, se kuleçët gjithmonë duhen pak ynyrë, që mos të ftillohen me njëna tjetrën. Edhe ju jep dhe shumë dorë. Jo ta boni shumë me ynyrë, që të dali anash, se nuk ecën peta. Brumin mos e zeni shumë të fortë, se nuk ju jep dorë, edhe unë e kam zonë pak të butë, në dimër e zej më të fortë dhe e lej më shumë mu luk, që të bëhet më elastik, ndërsa verë, kjo rëshket vetë, se është temperatura e nxehtë edhe më. S'ka gjosa u brisi i qik. Në prish pu. Që do e zem petët e tjera. Ka morë të kuzen kaq më të madhe, që këma nxe fura, rreth 42 cm është kjo. Do ta lyj herë me ynyrë, ju thash, lyne edhe vaj, më shumë vaj se t'lyj.
Çdo petë do lak me ynyr, që të bëhet krokante. Për sipër kam edhe 2 peta të tjera. Ju thash që sipër nuk do vej shumë, që të piqet më mirë. Ndërsa poshtë vuna 3, 5 ishin gjithsej, 350 gram miell. Po do t'i vej pak petë të thatë, që të mpikset pak. Përdor këto të trashat zakonisht. Ja. E kur e boni me spinaq, përdorni pak petë të thatë poshtë, po që spinaqi që e boni në moment. Do t'ja heq pak petët anësore. Ja plotësova dhe mesi. Gjithmonë çdo pete do t'i hedhim pak spërkatje, jo shumë ta teprojmë, po me mojën e furçës. Tash e hudha, s'është bo hiq e bukur, se u zu brumi pak i butë. Megjithatë, do ta gatisi furra, s'po kam turp. S'kam dhe turp unë, se me ju jam mësu. U bona kaq vite. Hazër, ti hedh ynyrën sipër. Kjo dhe do t'i ftilloj gjona. Ja arnimet. Furra me 200-210 gradë, që të piqet, të mpikset pak harxha. Unë anët gjithmonë ja fus nga mrena, se rrinë më të buta. S'ka gjo se i del pak longu, se është shumë i mirë dhe longu është i omël, është tamam si me bo qumshtor. Dhe ka shije, prandaj edhe e bëj unë pak më me shumë harç, se aty është lezeti këtij byrekut, harxha. Tashti drejt në furrë. Byrekun e nxora nga furra, është bë ashtu siç duhet, pak kuqërem dhe pak krokante duhet jetë. Do ta lejmë të ftofet që ta servirim, se gjithmonë po s'u mpik, se ajo nuk shkrafanjitet, nuk është ndonjë që të dali copa siç duhet për prezantim, prandaj do ta lejmë, do e presim pak të ftofet dhe do e servirim. Na bëft mirë dhe ne.